Por fillimisht, si çdo ditë, do të shohim ecurinë e tregjeve, do ta nisim me tregun e brendshëm valutor, ku vjet re një rritje lehtë e dollarit amerikan, rritje që nisi ditën e djeshme në sesionin amerikan, me njerë pas publikimit të disa të dhënave pozitive mbi punësimin në Shtetet e Bashkuara, që sugjerojnë se Rezerva Federale mund filloj të ullë normën bazë të interesit. Dhe kjo rritje lehtë e dollarit në tregje ndërkombëtare është efektuar edhe në tregun e brendshëm valutor. Moneda e gjelbërt, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, blihet me 82.7 dhe shitet me 84 lek në rritje të lehtë vetëm në blerje. Gjithashtu edhe ditën e djeshme, në orët e pasdites, tendenca e dollarit ka qenë në rritje. Ndërkohë euro ka regjistruar një nivel të ri rekord në blerje në mëngjesin e sotëm, blihet me 97.5 dhe shitet me 98.3 lek. Nga dita në ditë her pas here, moneda europiane ka një tendencë në rënje hum nga 1 apo 200 arka në raport me lekun, duke publikuar ose duke regjistruar nivele të ulta rekord, dhe kjo vjen për shkak të fluksit madh të euros që vjen së bashku me turistët në ekonominë shqiptare për gjatë periudhës së verës. Ndërkohë franga zvicerane është rritur lehtë vetëm në blerje, ku otohet në 103.9 lek, ndërsa shitet me 105 lek. Në ecurinë e poundit britanike është e njëjta panoramë, në rritje të lehtë në blerje dhe e pandryshuar në shitje. Poundi blihet me 113.2 dhe shitet me 114.5 lek. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së dollarit kanadez, kjo monedë blihet me 60.3 dhe shitet me 62 lek. Dollari australian blihet me 53.9 dhe shitet me 55 lek në rënje të lehtë vetëm në blerje. Ndërkohë jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.56 dhe shitet me 0.59 lek. Në ecurinë e lirës turke, kjo monedë ka humbur disa qindarka në raport me lekun, blihet me 2.01 dhe shitet me 2.11 lek. Një qëndrueshmëri ka edhe dinari Maqedonas, blihet me 1.54 dhe shitet me 1.59 lek. Ndërkohë në ecurinë e rublës ruse, kjo monedë blihet me 0.9, shitet me 1.01 lek në rritje të lehtë vetëm në shitje, dhe juani kinez blihet me 10.52, shitet me 11.45 lek në rritje si në blerje ashtu edhe në shitje. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor. Ndërkohë, me njëherë pas siglës do diskutojmë edhe për sa i përket vendimit të Bankës së Shqipërisë të marrë pak javë më parë, por që hyri në fuqi ditën e djeshme. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku fillimisht në tregun e monedave vjet re një forcimi i lehtë i dollarit amerikan, që ka filluar ditën e djeshme me njëherë pas publikimit të disa dhënave pozitive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse mund të ishte raporti që rezultoi më mirë se pritshmëritë për tregun e punës, kërkesën e kompanive për të punësuar staf të ri, por njëkohësisht ky raport ka sugjeruar se Rezerva Federale shumë shpejt mund filloj uljen e normave të interesit. Gjithashtu, investitorët kanë qenë fokusuar tek samiti i guvernatorëve, i cili zhvillohet në Portugali ditën e djeshme. Jerome Powell, presidenti i Rezervës Federale, bëri disa komente dhe tha se nëse presidenti Donald Trump nuk do të merrte iniciativën për vendosjen e tarifave ndaj produkteve të importit, atëherë Banka Qendrore do të kishte ulur disa herë normat e interesit, por këto tarifa i mbajtën çmimet në nivele të larta, përjedhoi inflacioni total ka qëndruar shumë lart në Shtetet e Bashkuara, krahasuar me ekonomitë e tjera të zhvilluara. Edhe ditën e sotme në fokus të investitorëve do të vijojë të jetë samiti i guvernatorëve, i cili mbahet në Sintra të Portugalisë, dhe pritet që sot të flasë edhe presidentja e Bankës Qendrore Europiane, Christine Lagarde, me shumë mundësi. Ajo mund sinjalizojë një tjetër ulje të normës bazë të interesit në takimin e muajit shtator, sepse inflacioni në Eurozon qëndroi në nivelin e 1.9% për muajin qershor, brenda objektivit të Bankës Qendrore Europiane. Aktualisht norma bazë e interesit në Eurozon është në nivelin e 2%, ndërsa në Shtetet e Bashkuara është në intervalin nga 4.25 deri në 4.5%, pra dyfishi i normës bazë të interesit që është në Eurozon. Aktualisht moneda europiane ka humbur 0.23% të vlerës në raport me dollarin amerikan, këmbehet me 1.17 dollar. Gjithsesi, euro-vion tregtohet në nivelin më të lartë në thuajse 4 vitet e fundit përballë monedës së gjelbërt.
Poundi përballë dollarit ka rënë po me 0.23% dhe këmbehet me 1.3714 dollar dhe poundi është nivelin më të lartë në thuajse 3 vite. Përballë frangës, dollari ka fituar 0.19% të vlerës, këmbehet me 0.7925 franga. Përballë dollarit amerikan, dollari australian ka humbur 0.2%, këmbehet me 0.6567 dollar amerikan, ndërkohë dollari kanadez është i pandryshuar, këmbehet me 0.7327 dollar. Në raport me jenin, dollari është rritur me 0.29% dhe këmbehet me 143.84 jen mesatarisht. Ndërkohë në tregun e kriptomonedave, vije tre një tendencë në rritje. Në sesionin e sotëm, Bitcoin të paktën në 3 javët e fundit është tregtuar në intervalin nga 103.000 deri në 108.000 dollar. Në këtë interval, në këtë range, parashikohet të tregtohet paktën edhe në 2 javët e ardhshme. Aktualisht, kriptomonedha më e madhe në botë ka fituar 1.11% të vlerës dhe kuotohet në 107.124.8 dollar. Paralelisht me zhvillimet që ndikojnë tregun, vjetre një rritje e kërkesës institucionale për të bler Bitcoin njëkohësisht edhe për të investuar në fondet e tregtuara në burs ose siç njeh ndryshe ETF. Ethereum në rritje me 1.33% kuotohet në 2448.53 dollar. Ripple ka fituar 0.9% të vlerës, kuotohet në 2.1927 dollar. Litecoin ka fituar 0.8%, tregtohet me 84.1 dollar dhe Bitcoin Cash është e vetmja në rënje me 0.92%, megjithatë vion të qëndroj mbi nivelin e 500 dollarëve, tregtohet në 506.49 dollar, ndërsa ditën e dieshme e mbylli pranë nivelit të 525 dollarëve. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po ndryshojnë minimalisht në sesionin e sotëm dhe investitorët janë në pritje të takimit të OPEC Plus, ministrave të naftës dhe ministrave të energjisë, të cilët mbledhen në datën 6 korrik për të diskutuar politikat e prodhimit për muajin gusht. Me shumë mundësi, analistët parashikojnë që OPEC Plus do të vendosë edhe një tjetër rritje po me 411.000 fuqi në ditë të prodhimit, pikërisht për shkak se OPEC Plus nuk dëshiron të humbas treg. Në thuajse 3 vitet e fundit, OPEC Plus po ndjek një politikë të shtrëngimit të prodhimit për t'i mbajtur çmimet e larta. Çmimet ditën e dieshme gjetën një mbështetje të konsiderueshme nga disa dhënat publikuara në Kinë, që është konsumatori i dytë më i madh i naftës në botë, por është importuesi më i madh i naftës në botë. Ky raport tregoi një rritje të ndjeshme të kërkesës nga sektori privat, por njëkohësisht dhënat sugjeruan edhe një përshpejtim të aktivitetit të fabrikave gjatë muajit qershor në Kinë, ekonomia e dytë më e madhe në botë, që kur Irani dhe Izraeli ndaluan sulmet ndaj njëri tjetrit, çmimet kanë rënë ndjeshëm nga rreth 78 dollar ran intervalin e 65 deri në 69 dollar. Ndërkohë, analistët parashikojnë dhe institucionet financiare gjithashtu parashikojnë se çmimet e naftës, nafta Brent e Londrës, që është benchmarku global, do të ketë një çmim mesatar prej 60 dollar për fuqi gjatë vitit 2025. Aktualisht, nafta Brent e Londrës ka ndryshuar minimalisht në rënje të lehtë vetëm me 0.01% dhe tregtohet në nivelin e 67.12 dollarëve për fuqi. Edhe nafta bruto amerikane ka ndryshuar minimalisht në sesionin e sotëm, është në rënje me 0.02%, kuotohet në 65.44 dollar për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës realizon humbjet më të mëdha me 0.43%, por uri ndjeshëm në sesionin e kaluar ka fituar rreth 40 dollar. Aktualisht tregtohet në 704.5 dollar për ton. Për sa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara, pas fitimeve që realizoi ditën e dieshme, sot ari i është rikthyer humbjeve, gjithsesi edhe humbjet janë modeste. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara do të vijojnë të jenë fokusuar te komentet që bën shefi i Rezervës Federale Jerome Powell, bëri disa komente ditën e dieshme në forumin e Sintras, forumin e guvernatorëve të bankave qendrore dhe gjithashtu pritet të flasë edhe ditën e sotme.
Dje a i tha se nëse nuk do të ishin tarifat e Donald Trump, atëherë Rezerva Federale do të kishte ulur disa herë normën bazë të interesit. Një dobësim i dollarit amerikan ka mbështetur ditën e djeshme metalet e çmuara, duke i bërë më të përballueshme për zotëruesit e monedhave të tjera. Aktualisht ari tregtohet në 3.339 dolar për onzë në rënje me 0.32%. Argjendi ka humbur 0.51% të vlerës, tregtohet në 36.21 dolar për onzë, ndërsa platini është e vetmja në rritje me 0.85% dhe kuotohet në 1.370.2 dolar për onzë, niveli më i lartë në të paktën 4 vitet e fundit. Për sa i përket ecurisë së tregut evropian të aksioneve, vjet re një tendencë në rritje në sesionin e sotëm dhe optimizmi është përmirësuar nga shpresat se mund të ketë një marrëveshje tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe ekonomive më të mëdha të botës. Në datën 9 korrik ka donë edhe afatin 19 ditor i vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump për tarifa globale prej 10% dhe gjatë kësaj periudhe shumë vende kanë bërë propozime në shtëpinë e bardhë se si ata e mendojnë marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht në fokusin e tregjeve ishte edhe projekt ligji për uljen e taksave i prezantuar nga Donald Trump. Ditën e djeshme ai u votua me rezultat shumë të ngushtë, 50 me 51, madje rezultati fillimisht ishte 50 me 50, por ishte vota e zvendës presidentit J.D. Vance që e bëri këtë projekt ligj të kalonte. Tashmë projekt ligji për uljen e shpenzimeve, por që njëkohësisht parashikohet edhe një rritje e borxhit kombëtar në SBA me 3.3 trilion dollar, do të shkojë sërish në dhomën e përfaqësuesve për miratimin përfundimtar. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.16 dhe 0.3%. CAC 40 i Parisit ka fituar 0.24% të vlerës, ndërkohë indeksi i Zyriut SMI ka rënë me 0.29%. FTSE MIB i Milanos është rritur me 0.46% të vlerës. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, Dow Jones është rritur me 0.91%, një kundër tendencë me dy indekset e tjera. Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë humbur 0.82 dhe 0.11% të vlerës. Do të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani. Është sektori i automjeteve që kryeson fitimet, ndërsa ditën e djeshme realizonte humbjet më të mëdha. BMW, Infineon, Mercedes-Benz, Commerzbank dhe Munich Re janë rritur nga 1.5 deri në 2.1% dhe së fundmi në performancën më dobët, humbjet kryesohen nga Kiage në rënje me 1.89%, Zalando, Deutsche Börse, Rheinmetall dhe SAP kanë rënë nga 0.78 deri në 1.55% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.